Emërimi i Silva Cakës si zëvendës ministre e punëve të brendshme ka rikthyer debatin mbi strategjinë e Edi Ramës për të brejtur përdit burimet njerëzore të opozitës, duke i përfshirë ata në pushtet. Kjo ishte, mes të tjerash, edhe një nga ato objektivat që i vendosi Partia Socialiste gjatë prezantimit të qeverisë, madje duke i paralajmëruar as mos të guxojnë tu kujtojnë me fjali të tipit kur ne ishim aty, ju ishit atje, e kështu me radhë. Ky fenomen nisi që gjatë fushatës elektorale, ku në shumicën e qarqeve gjenden 1 apo 2 kandidatë të listës që vinin nga opozita. Kjo e bën të qartë objektivin e pushtetit për të zgjeruar përtej gardit të tij për burime njerëzore. Ky është një zhvillim që nuk shkon paralelisht me rekrutimin e figurave politike të opozitës. Shumica e opozitarëve që po rekrutohen nga qeveria nuk janë figura të pavarura opozitare që kanë qenë aty për shkak të fuqisë së tyre elektorale. Shumica e tyre janë tipa që kanë pasur një pozicion në opozitë për shkak të besnikërisë ndaj shefave të opozitës. Tani këtë besime kanë transferuar tek Edi Rama bashkë me një vend në pushtet. Për këtë arsye ata vlen vetëm për të dëshpëruar lidershipin e opozitës, por jo dha aq elektoratin e opozitës. Ato madje e egërsojnë. Për shkak të jetëgjatësisë 12 vjeçare në opozitë, elektorati i opozitës është radikalizuar dhe është bërë më fanatik se para 12 viteve. Si të tillë ata nuk dëshpërohen nga ikja e titullarëve periferik të opozitës, përkundrazi, radikalizohen më shumë. Është pak a shumë ajo që ndodhi me PD-n kur mori Kastriot Islamin apo Dugjanin më 2013, që humën dhe ato vota që kishin si të majta. E vetmja gjë që vlen realisht nga ky proces është që qeveria të jetë e hapur për burime njerëzore që vijnë nga ndonjë angazhim politik opozitar, por që janë të shquar për profesionalizëm dhe të merren për të tillë. Ai është një proces i ndershëm që vitalizon administratën, por që ai duhet bërë jo përmes lidhjeve direkte me qeverinë, por përmes proceseve transparente të rekrutimit zyrtarëve në administratë. Shqipëria realisht ka burime njerëzore për një administratë, dhe aty nuk duhet parë ngjyra politike i majt apo i djathtë. E vërteta është që Edi Rama është kryeministri më jo politik në këtë pikë, që ka zhdukur këtë kufirin klasor në bashkëpunimin për qeverisje. Dhe kjo ka kuptim të thellohet në administratën civile, por rekrutimet në administratën politike të tipit zëvendës ministër apo këshilltar për të dhënë një rrogë për shkak të ndryshimit kaut politik thjesht shërbejnë për të dëshpëruar opozitën, por nuk sjellin ndonjë gjë të re në drejtimin e shtetit. Përkundrazi, mund të jenë shtigje ku mbarten viruset e partive të tjera në administratën e lartë. Fjala vjen, ajo që ndodhi në hipotekën e Vlorës do të kishte vlerë sikur ai që shkoi të ishte me PD, por jo ish kryetari i saj. Por nëse PD vërtet ka pasur ndonjë profesionist të mirë në hipotek, mund ta merrje. Si ish kryetari i PD-s, ky është. Mund të bëjë ca certifikata për tokat e Zenit, por nuk është se bën ndonjë revolucion në administrimin e hipotekës. Deri më sot, nuk kemi ndonjë rast suksesi nga markata e shitjeblerjeve politike që të na bëjë të besojmë se do funksionoj tani e tutje. Kurse tek administrata civile, ka vend për hapje dhe rekrutimin e profesionistëve që porinë rrugëve vetëm se janë identifikuar politikisht me PD. Por ky proces i rekrutimit të administratës politike mund t'i kompleksojë ata dhe t'i bëjë të hezitojnë edhe nëse ka një hapje reale ndaj profesionistëve me bindje politike të ndryshme.